4 anëtarët e familjes Koni në fshatin Kemishaj të bashkisë Divjak jetojnë në një banesë të rënuar që rrezikojnë ditaditës jetën. Djali i familjes shprehet se jeta në këtë banesë është shumë e vështirë dhe rrezikojnë çdo moment që ndodhen brenda saj. Ai mes vështirësive në të folur shprehet se ka lindur dhe është rritur në këto kushte. Nevoj për në shtëpi, ajo për konë, në ato për porresha, futër në vesh, a me veshe. Po si jetoni aty? Përsa për jo. Të atje, ku flemnet, ku ati të koka, për konë, pik. 24 vjeçari shpreh se gjithçka bie jashtë, futet brenda në banesë. Të 4 anëtarët e familjes janë me probleme të shumta shëndetësore, ku edhe fjalën për ndihmë nuk mund t'i nxjerrin. Me vështirë, me tomi me jetu. I riu shprehet se ëndra e vetme e tij është që të ketë një banesë të sigurt. Kam shënë i vogël. Këtu je rrit? To. Po në shkollë ke shkuar? Kam shkuar, kam marrë shkollën. Çfarë shkolle ke mbaruar ti? Meshme. Pejmë në i shopë shpi, a i vonë pare i jetojmë si tërë njëshit. Apeli për të e ka bërë edhe gazetari Fax News, ku i drejtohet të gjithë institucioneve të kthejnë syt nga kjo familje mbetur në harres, prej tyre dhe shoqërisë. Do t'i bëja një lutje të gjitha institucioneve shtetërore, të kthejnë syt nga këto familje të varfra si kjo që ne jemi sot këtu.